happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it. Me mbroma dhe misi erdhët në 360 gradë, si që dëgjuat nga fjalët e president Amerikan Donald Trump, mos harrojmë asnjëherë që është i 47, ishte ai i cili u përpoq me mishë me shpirt për paqen midis Rusisë dhe Ukrainës dhe e premtoi atë në një kohë shumë të shkurtër. Negociatat vazhdojnë, gjithsesi, siç edhe pata i shpërthen dhe rrëfen me gjithë forcën e tij mospërqimin e thellë që ka ndaj Vladimir Putinit, që kanë ndërmarrë për disa ditësh një sulm, po them një shi raketas dhe dronës mbi objektivat civile. Nuk bëhet fjalë më për deviacione apo për po themi dëme kolaterale, por kryesisht gjithmonë më tepër qytete si Kievi, kryeqyteti dhe qytetet tjera që janë të banuara, të cilat po krijojnë viktima civile me shumicë. Gjë e cila duke më e filtruar pak kohë më parë. Dhe duket se këto raketa dhe këto dronë nuk bien thjesht kundër qyteteve ukrainase, po bien kundër bisedimeve të paqes, pra mundësisë për të patur një paqe e cila me sa më shumë i afrohesh bisedimeve, aq më shumë paqja largohet. Ky është absurdi dhe ky është shpërthimi i Trumpit. Por kjo është vetëm një nga temat me të cilat ne do të trajtojmë sot, sepse kemi shumë tema të cilat lidhen kryesisht me situatën në Ukrainë, po dhe me luftën hibride që presupozohet që ka filluar në Europë dhe gjithmonë më tepër ka një dietrologji, pra ka një prapasken, një lexim në prapasken të errësimeve të çuditshme. Dikush e quan Zero Day, dikush e quan Zero Night, që ka ndodhur në Francë, në Spanjë, në Portugali dhe u ripërsërit ditën e djeshme përsëri në jugun e Francës, ku mbi 120.000 familje ngelen pa drita dhe nuk po kuptohet gjithmonë më tepër regjia kujt është kjo. Kjo do merr në pjesën e dytë. Atëherë për të dekriptuar këtë që sapo thash, kam tu zonjën Enida Bozhegu, eksperte ditës në kombëtare mbrëmje, dhe avokate. Kam kolonel Xhavid Shala, me mbrëmje kolonel, nëse erdhe, ekspert sigurie. Kapiten Dritan Goxhaj, një portret i njohur i mediave shqiptare për sa i përket gjeopolitikës, mbrëmje Zoti Goxhaj. Nidro Krisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, me mbrëmje Krisafi. Dhe pa tjetër Alfer Pollumbi, i cili rikthehet me mbrëmje Zoti Pollumbi, ekspert i gjeopolitikës. Në të vërtetë dua të them diçka që përpara se sa ta fillojmë realisht emisionin, në atë përzgjedhjen e temave dhe në shqyrtimin e temave, në fakt temat e brendshme janë paksa të dhimbshme, në sensin që një pjesë e kolegëve merren me dështimin dhe me dështimin e rënd dhe të dhimbshëm të opozitës për të krijuar një alternativë politike në 11 maj. Disa tjerë merren me arsyet madhore sepse majoranca jo vetëm e konfirmoi rezultatin politik në 11 maj, por e rriti numrin e deputetëve në kuvend. Pra, thash që në këtë qasje midis një dhimbje dhe një turbullire nga një anë dhe me një ndoshta një vetmesie të paparë në anën tjetër, thash të merrem me gjëra pak më serioze, që pak më shumë se serioze, që është një situatë ku bota edhe një herë ndoshta është në greminën e një lufte, qoftë asaj hibride, qoftë si thuaç barutit që ndizet në Ukrainë dhe nuk dihet se ku përfundon. Zoti Shala, gjykimi juaj mbi këtë shpërthim të Trumpit dhe mbi këtë ndryshim, në fakt e parashikuar dhe nga ju në disa analiza, u keni thënë që Trumpi mbasi të ndeshet me, po themi, me natyrën, po themi, me butësi bizantine të Vladimir Putinit, ndoshta do të kthehet në tonusin e interesave të Departamentit Amerikan të Shtetit. Me sa duket edhe Putini po mësohet në këto shpërthimet e her pas hershme të presidentit Trump dhe ai po vazhdon në të tijen, paktën kështu po duket deri tani. Gjithsesi nëse do kthehemi pak ditë më pas në
në zhvillimet në takimin e Pak ditë më parë. në takimin duke filluar nga takimi i Istanbulit, aty Trump një ditë përpara u tha se mund të vinte edhe presidenti Putin, se do të ishte prezent edhe Zelenski etj. Trump përdori shprehjen që desa nuk jam unë aty nuk ka mundësi të ndodhë gjë, domethënë. Pra mori përsipër një peshë që e kishte marrë edhe herë tjetër, po që deri tash po rezulton nuk po jep rezultate kjo besim që po ka presidenti Trump. Pastaj është biseda nga Tirana e 4 liderëve të shteteve europiane me presidentin Trump dhe besimi që bisedat nesme e presidentit Trump me presidentin Putin do të zgjidhë diçka, do të japin mund të sigurohet një pushim. Por edhe biseda e nesme ishte një zhgënjim total. Domethënë biseda e presidentit Trump me Putinin dhe pavarësisht se presidenti Trump e pasqyroi si fitore apo si diçka që po shkon drejt asaj, po në përfundim ai tha që duhet të dy palët ulen dhe të negociojnë vetë. Pra përsëri e largoi veten nga kjo dhe sipas burimeve të mediave të ndryshme presidenti Trump ka njoftuar 2 lider këta udhëheqësit europian, i ka njoftuar që presidenti Putin nuk ka ndërmend të bëj armpushim. Pra, deri tashmë nuk ka ndodhur asgjë e papritur. Zhvillimet janë interesante sepse dhuna u shtua. Kolonel, e këtë do të pyesja. Jo pa qëllim të trajtohem me ngradën ushtarake. Tani, në këto 40 orë të fundit, Rusia, sipas njoftimeve të BBC-s apo të mediave serioze ndërkombëtare, ka goditur me 367 dronë dhe 10 raketa mereze të gjata veprim. Pra, me i bilans, 13 persona, 3 fëmijë, pa lë bilancin, po këtë sulm të intensifikuar, çfarë qëllimi ka? Sepse po sulmon Kievin dhe këto nuk është për shembull ka filluar një ofensiv, apo në pamundësitë e një ofensive po bën një ofensivë ajrore. Po e konsumon vazhdimisht, po kundërshtarin, po vjen duke e konsumuar dhe tashmë ai nuk ka vetëm ato synimet e 4 rajone, po janë shtuar edhe 3 rajone tjera. Pra rajoni Sumit sipër dhe 2 rajone tjera ngjitur, të cilat nuk kanë qenë në plan, por sipas strategjisë vazhduese tashmë të presidentit Putin, të pushtohen edhe këto rajone për të krijuar një zonë tampon midis Ukrainës dhe midis Rusisë. Pra, dhe kjo është frika tjetër dhe ata po përpiqen që ta mposhin, ta konsumojnë kundërshtarin. Jo, të dronë rusë. Jo, nuk janë në dorën e Rusit, po synon t'i marrë. Jo, dronë rusë, sipas njoftimeve, 367 dronë në këto 40 orë. Ka dhe në Ukrainës. Çfarë synon tash? Çfarë synon? Është një fakt interesant nëse do ta lexojmë pak midis rreshtave, ka patur njoftime edhe nga struktura ushtarake, ka patur njoftime që në momentin që presidenti Putin po bënte një vizitë në rajonin e shtruar të Kurskut, ka patur tentativë për ta azësuar, për ta goditur helikopterin e tij. Unë mendoj që kjo është një informacion që nuk besoj të jetë informacion i vërtetë në radhë parë, por mund të ketë një përpavijë tjetër. Përpavija këtij informacionit është që mund po përgatitet në një goditje direkte me presidentin Zelenski. Pra, si shenjë hakmarrë që ai meqenëse ai goditi i pari, pra mund të shkohet edhe drejt kësaj. Mund ta hipotezojmë që mund të shkojë edhe drejt kësaj. Problemi është që Shtetet e Bashkuara, presidenti Trump deri tash ka rezultuar me ato ndërhyrjet, me ndërmjetësimin e tij ka rezultuar jo efektiv. Dhe sidomos në pas bisedës së tij të fundit, ai nuk u shpreh as për masat më. Nuk u shpreh. Ai ka përdor në këtë deklaratë që ju nxorët, ka përdor një shprehje që Rusia do të bjerë Rusia, po se si do bjerë Rusia, këtë nuk jepet asgjë deri tash. Dakor. Ne besoj se do dalë gjatë debatit. Gjë pak opinionin për të njëjtën temë dhe për një pyetje të zotit Goxhaj. Mendoj që reagimi i Trumpit është në atë aksiomin e tij që sulmi është mbrojtja më e mirë. Për arsye se është zënë ngushtë në aspektin që e ceku pak zoti Shala, kur tha që në momentin e fluturimit të Putinit drejt Kurskut, forcat ukrainase tentuan me dronë të rrëzonin helikopterët 3 helikopterët që po fluturonin drejt Kurskut, cilin njërin prej tyre ishte edhe Putini. Të dhënat që helikopteri po fluturon drejt Kurskut, Ukraina nuk ka asnjë kapacitet të zbulimit strategjik. Dhe këtë zbulim strategjik të fluturimit të helikopterëve presidencial e kanë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë ato të cilët i kanë kaluar informacionin e saktë ushtrisë ukrainase, momentin, vendodhjen e saktë të helikopterëve, të cilat kanë lëshuar më pas dronët e tyre. Dhe kjo është bërë
pa urdhër të presidentit amerikan, pra e ka bërë ai deep state që vazhdon të kontrollojë një pjesë të madhe të Pentagonit. Duke qenë se tashmë Trumpi është zënë ngushtë nga ky veprim dhe duhet mbaj përgjegjësia është hedhur në sulm, duke sulmuar aktualisht Putinin për kundërpërgjigjen që i ka bërë. Pra, Rusia është kundërpërgjigju tashmë jo vetëm këtij veprimi, por edhe sulme me dron të Ukrainës, pasi që nga java që shkoi, ka një diçka shumë interesante, që nga hëna që shkoi deri dje Ukraina ka lëshuar në drejtim të Rusisë 1100 dron. Ndërsa në këto 3 ditë të fundit, Rusia është kundërpërgjigju po me të njëjtën sasi dronësh, 1100 dron. Pra heqim raketat, pra. Po sasia e dronëve është kundërpërgjigje është e barabartë, që kanë lëshuar kundër njëra tjetrës në këtë aspekt. Nuk e di, ndoshta mediat britanike tentojnë të modifikojnë të shifra, po për ditën e djeshme u fol vetëm për 96 dronë. Vetëm për dje. Unë them për 3 ditë e fundit është përgjigjur me 1100 dronë. Pra 3 ditë e fundit është përgjigjur Rusia me 1100. Po dje 96 dhe i bie që për 2 ditë 1000 dronë. Po jo. Okej. Megjithatë, në këtë weekend Rusia ka goditur me 867 dronë dhe 10 raketa. Dakor. Pra, si thua, Trumpi po mundohet të mbulojë diellin me shosh. Atë që jo diellin me shosh, se kjo ka ndodhur, po atë që çfarë ka bërë deep state që ai nuk e kontrollon, por që përgjegjësinë duhet ta mbajë ai dhe tashmë është detyruar ta mbulojë në këtë lloj sulmi. Duke sulmuar Putinin. Okej. Kisavin si e shikon? Në këtë shkëmbim që është duke ndodhur mes Trumpit dhe Putinit, do mendoj se është një përballje mes interesave krejtësisht të kundërta në lidhje me Ukrainën. Trump flet si një president i një shteti i cili nuk ka një interes etik në lidhje me Ukrainën, pra e ka luksin të flasë me entuziazëm pasi flet me Putinin dhe pas 2-3 ditësh të filloi të thotë që është i çmendur dhe nuk e kupton se çfarë ka ndodhur. Ndërkohë që nga ana tjetër për Putin dhe për rusët Ukraina është një çështje shumë etike dhe ekzistenciale dhe për ta ajo që janë duke bërë në Ukrainë, çfarë lloj sulmi, çfarë lloj viktimash që janë duke ndodhur në terren, mendojnë se është e justifikuar në bazë të interesave që kanë në lidhje me Ukrainën. Ish presidenti amerikan më shumë Barack Obama, kur u pyet dikur për Krimen, tha që Amerikanët nuk kanë asnjë interes në Ukrainë, kështu që nuk kemi ndërmend të shkojmë në luftë për Ukrainën. Pra kjo përballje e dy interesave krejtësisht të kundërta me njëri tjetrin ka çuar në këtë pikë ku ka një lloj, le themi, keqkuptimi në komunikimin mes palëve. Në fakt në Ukrainë janë duke ndodhur 3 gjëra të mëdha. 2 janë terren dhe 1 është në ajër në ditët e fundit. 2 terrenit janë ajo që tha dhe vetë Putin që është duke ndodhur në rajonin e veriut të Sumit për krijimin e zonës tampon, që preku profesori, që ka një mini ofensiv nga ana e ushtrisë ruse në terren, edhe kanë arritur të marrin rreth 150 km2 në 2 ditët e fundit. Nga ana tjetër ka një mini ofensiv të vogël në zonën jugore të Donetskut, po mundohen të anashkalojnë 2 qytetet si Pokrovskun dhe Çasiviarin duke u futur mes dhe duke i rrethuar. Dhe e treta është ajo që duke ndodhur nga ajri. Pra Putin është duke dhënë sinjalin në këtë pikë që lufta për të dhe për rusët është një çështje etike dhe ekzistenciale. Pra domethënë në funksion të ofensivës toksore, po bëhet ky bombardimi intensiv me dronë dhe me raketa. Sepse unë mendoj që shumica dërmuese. Çfarë lidhje ka kjo me negociatat e paqes? Ka si lidhje? Sepse tregon që nuk shkon një shtet që është duke bërë. Tani më përgjigj mua. Këto negociatat e paqes, zotëri, ishin për paqe apo ishin një nga ana e Rusisë? Një kështu gjethe figu i themi. Nga ana e Rusisë nuk mendoj që ka negociata për paqen. Pra domun kanë gënjur Trump. Sepse është pikërisht kanë gënjur Trump. Rusisë për paqen ka pasur asnjë negociatë. Kanë gënjur sistematikisht Trump. Duke detyruar palën. Jo, negociatë s'ka pasur, pra le të jemi konkret. Dakor, tani këtu shpërthimi, dakor, një analizë e goxhet është shpërthimi Trumpit që për të mbuluar atë pabesinë thoshe që i bëri deep state duke dhënë koordinatat e dronëve Ukrainës për të goditur helikopterin e Putinit. Ky është një version. Versioni tjetër është që tani u dashkashtuar territoret, por mund të edhe një tjetër që deri tani të gjitha bisedimet që janë bërë dhe 2 bisedime telefonike shumë të gjata midis Trumpit dhe Putinit. Është lejuar Trumpit thotë që Putini e do paqen, jemi shumë afër, po fajin e ka Zelenski. Të ena del që jo, Putini do të shtojë pushtimet dhe geopolitikisht është shpallur me Trump. Këto sulme të bëra duket do të pushtoj gjithë Ukrainën. Jo, këto sulme të bëra këto 3 ditë nuk kanë lidhje me ofensivën që po ndodh në veri.
s'kan asnjë lidhje me ofensiven që po ndodh në veri këto sulme. Këto sulme janë përqendruar në qendër të Ukrainës, pra në Pisafi lidhje këto, pisafi dhe jo në zonën në cilën po bëjnë luftime në veri. Ajo është për të goditur ushtrinë ukrainase në përgjithësi. Është një strategji e madhe ajo për është strategjia për të shkatruar ushtrinë ukrainase. Ajo është tjetër gjë. Por përqendrimi i goditjes ka qenë vetëm në Kiev, si kundërpërgjigje e kësaj, pra nuk ka pasur të bëjë me ofensiv, nuk ka goditur objektiva ushtarake në kundërpërgjigje. Në zonën në tre rajone që po kërkohet të bëhet gjykimi i zot Popullume. Gjërat duhet i marrim siç janë, dhe me fakte konkrete siç ndodhen. Së pari, kishte 2 vjet ose 3 saktësisht që nuk bëheshin bisedime direkte për paqe, qysh në vitin 2022. Mas shumë përpjekjesh dhe mas shumë presionesh, qoftë të presidentit Donald Trump, i cili ka qenë kundër kësaj lufte që në fillim u ulën palët. Megjithse, Rusia nuk çoi në një nivel përfaqësimi shumë të lartë, gjithmonë duke bërë atë llojen diplomatike të sofistikuar që e kanë traditë historike, pra gjithmonë të masin muskujt dhe gjithmonë të luajnë bllofin, ndërsa Ukraina, siç e tha Zelenski, për respekt të presidentit Trump dhe Erdogan, si dhe të personit që po drejton këto bisedime për paqe, që është Hakan Fidan, i cili është ministri jashtëm i Turqisë, çau ministrin e mbrojtjes, Rustem Umerov, dhe zëvendësministrin e jashtëm Sergej Kërstybla. Në ato bisedime u arrit diçka shumë e rëndësishme, dhe është arritja më e madhe që bë që kur ka filluar lufta. U bë shkëmbimi i 1000 burgosunëve mes Rusisë dhe Ukrainës. Kjo ishte një arritje konkrete. U tha në fund të bisedimeve, pavarësisht se s'ran dakord për armëpushimin, pavarësisht se nuk ran dakord në shumë pika, që do të vazhdojnë bisedimet dhe do të shkohet drejt progresit të paqes. Shkëmbime robrish kanë bërë dhe Gjermania Wehrmachti me armatën e kuqe? Këto 3 vite është shkëmbimi më i madh. Këto 3 vite s'ka pas në shkëmbim kaq të madh. Shkëmbimi më i madh mund të jetë kanë lufta vazhdon. Po lufta vazhdon. Atëherë, këshilltari i politikës së jashtme të Putinit tha që ne jemi të kënaqur me bisedimet e para. Pastaj Lavrov, ministri i jashtëm, tha i lutëm Evropës dhe liderëve evropian të mos nxisin Ukrainën që të sulmojnë me drona, se këto drona do të jenë shumë, do të ndikojnë në bisedimet e paqes. Tani ne kemi Trumpin këtu. Trumpi është, po themi, Luani këtu. Thot, nuk kam i kënaqur me atë që po bën Putin, po vret shumë njerëz dhe nuk e di ç'drejtë që ka ndodhur me të. Ne jemi në mes të bisedimeve dhe ai po bombardon Kievin dhe qytete të tjera. Ai po vret njerëz. Diçka po ndodh me këtë dhe kjo nuk më pëlqen. Dhe diku tjetër thotë që është i çmendur. It's crazy. Tani mirë mi bën që më thua ti mua këto, po tani po ndryshon kursi për në këto minuta, sepse ky është një sinkron i sotshëm. Është sinkroni para ca kohë. Kjo ndolli fill mas bisedimeve kur Rusia goditi me drona dhe ndolli edhe vrasje të disa fëmijëve dhe pas kësaj Trumpi e humbi durimin me të drejtë sepse Rusia bëri goditje ku theu edhe rregullat e konventës së Gjenevës. Shumë drejt, po jo, dua të jemi çik më interaktiv. Tani, gazetarët pyetën, po parashikoni sanksione të reja? Po, thot Trumpi, unë si kisha të gjithë sinkronin se dakord, një, e dyta, armët amerikane po vazhdojnë, është reaktivizuar në mënyrë të qetë, të fshetë, furnizimi i Ukrainës. Pra këtu, kemi një kthim në pikën 0. Kjo është çështja. Apo jo, Nida, si duket ty? Po, e di, në këtë 10 ditën e fundit, patëm 2 momente shumë të rëndësishme. Momenti i parë është ai i liderave të Europës, të cilët dhanë atë mesazhin e zakonshëm të mbështetjes për Ukrainën, por që pasoi me paketën e 17 të sanksioneve kundër Rusisë, që ndodhi para 3 ditëve, dhe kjo është kolpo për ekonominë ruse dhe për gjithçka që lëviz. Gjithsesi është vazhdim, pra në një moment negociatash me disa pozicione kuptohet që është diçka që në thonjza e lëndon, në thonjza. Nga ana tjetër kemi dhe bisedimet që janë pjesë e një vazhde të dështuar, kuptohet, në Stamboll për sa i përket armëpushimit. Paqja është fjalë e madhe për tu përdorur. Dhe në një mënyrë, le të themi, kundër përgjigje, të heshtur, por të dhunshme, Rusia tregoi edhe një herë forcën e saj. Pra, unë e shoh më shumë si një kundër përgjigje shumë të gjerë. Jo vetëm ndaj konceptit të ngushtë të bisedimeve që akoma janë në pikën
zero mund të quajmë, por edhe një mesazh për mua akoma më tej, që rrezën e vet e ka tek Europa, sepse po ta shohim edhe në dinamikën e gjuhës së përdorur, do të ndalë dhe ke Trumpi në një moment. Europa është ajo që ka përdorur një terminologji shumë gogoli ujku, sulmi rusi, armatimet, pjesa e justifikimit të mbrëmshëm të saj dhe sanksionet që i aplikoi konkretisht. Pjesa e Amerikës ka ngelur gjithmonë në atë big deal-in midis dy të mëdhenjve. Tani çfarë ndodh me Trumpin? Jo, mund ta ndalosh një minutë. Dhe po ta jap. Jo, nuk më jap të dha, unë prap. Para se të kalosh ke Trumpin, tani ka një problem. Nuk të duket ty mungesë, do të Putini ka një hall dhe nuk mund të jenë dakord me atë që thotë Goxha që është një hakmarrje ndaj faktit që donin të bëjnë atentat. Mund të jetë, po Putini ka treguar që është më i ftohtë dhe kalon përtej inateve. Ka vetë pushtet dhe ka përballuar sfida nga më të ndryshmet, siç ishte ajo më të famshme që pastaj ju dogj aeroplani, që ishte Prigozhin. Nuk është çështje inati. Një sekond. Ja ta bëra, se do të kam gabimur, ta arsyetoj. Pra, inati, kuptimin që një reprezalje, po them. Ndërkohë që Putini duhet të tregonte ose të vepronte me dinakri që të përçante frontin evropian mbi rrezikshmërinë e Rusisë dhe mbi fytyrën e vet paqësore dhe ju dha shansin në tryezën e bisedimit në Stamboll që të bënte pëllumbin. Nuk interesant. Tani bën skifterin dhe godet. Dhe acaron aleatin geopolitik i cili erdhi në ndihmë si aleat Trumpin dhe kthen atë e bën më agresiv se Bidenin. Po jemi të sigurt që është realisht kjo që neve na ofrohet panorama e vërtetë. Se unë kam disa pikpyetje. Ndoshta pikpyetja e parë, Trumpi në mënyrën në dialektikën që ai përdor për pjesën e masave, është njëri kontradiktor. Pra, dje ishte the big guy Putini, sot është i çmenduri dhe nuk i pëlqen, dhe mua s'më pëlqen. Okej, nuk i pëlqen. Nuk është se Putini s'ka bërë asgjë në të kohë. Padyshim që ka bërë. Po jo, ato të thash, ato raketat, ato dron që vrasin dhe fëmijë bien mbi negociate paqes, jo vetëm Ukrainën. Bien mbi fytyrën e Donald Trumpit. Donald Trumpi, presidenti i Amerikës, ka vënë fytyrën aty. Po se bë Donald Trumpi sikur me qenë ky humanitar. Jo, nuk është humanitar, më vllaç. Është buri më i fuqishëm i planetit. Pra nuk jam dakord për Ka vënë fytyrën e tij në një negociat. Genocidin në Gaza, po jo në armatime nuk e ka për krahas. Në mënyrë më absolute genocidin dhe pastrimin e tij në Gaza dhe tash po pushim. Po merakose për 13 fëmijë këtu, ndërsa atje po vriten për ditë. Mos bëmë shej papa, mo katolik se papa, sepse liderët musliman e mbështeten Trumpin. Liderët musliman në Detroit ishin ata që e mbështeten Trumpin me fitu mandatin. Më duhen mua liderët musliman Detroit, o zotëri. Palestinezët po vriten atje, thua liderët musliman. Muslimanët janë kthyer, muslimanët jo në Detroit, po muslimanët në Arabi Saudite janë kthyer gjithë në unuk. Mos më flit për eunukët. Për eunukët mos më flit. As për eunukët, as për mamlukët. Po tani nuk mund t'i quajmë gjithë eunuk. Po eunuk janë. Ata muslimanë që nuk reagojnë. Gjithë që s'pëlqejnë ty dhe për atë masakër që bëhet atje, për atë genocid që bëhet atje dhe që po bëhet me bombat dhe me armat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, që Trumpi po jep, janë eunuk dhe mamluk. Trumpi është ai që arriti armëpushimin në Gaza. Tani paqen tani nollen përsëri që nuk u arrit marrëveshja. Ai po punon për marrëveshje dhe nuk duhet vritet asnjë fëmijë as një grua dhe unë të ndoj tani ai nuk ka zotëri. Ka bërë përshtypje shumë madhe që për ditë 100 veta Izraelit se thotë që është i shmendur Netanyahu. Në turin që ka bërë në nuk shkon në Izrael. Nuk shkoj në Izrael. Nuk shkoj në Izrael, nuk e ndaloj armatimet apo i çon. Apo i çon as ka asnjë domethënie. Është e gjitha një mashtrim total. Presidenti që ka arrit më shumë në Gaza. Ka arrit asgjë në Gaza. Po tani ti mos e prit që ai të shtypin butonin të mbaroj luftën. Nuk mundemi që ka arritur se Gaza është një dështim. Gaza është një dështim. Jo, ka të drejtë kur thot ka arritur se është i vetmi president i cili ka thënë ti përzon gjithë.
ka drejt, ke shumë të drejt për tua ka rritur, sepse është i vetmi president i cili thotë është arritje e madhe kjo Po tani fotrit se Gaza ka luftë historike dhe nuk mund të mbyllin Trumpi, ju menoni se Trumpi do mëllin gjithë botën, po keni durim shifni tirë që kanë bërë për 5 vite. Ky e ka bërë për 5 vite që s'kanë bërë tirë për 5 vite. Po tani Gaza nuk është fali Trumpit. Jo, Gaza nuk e përmëndi problemin. Me që se u përmënd Gaza, vetëm sot, me Hamasin, është një komunikat i shtëpisë së Bardhë, presidenti Trump ka arritur një tjetër sukses të tij, ta shohim se do të zgjasë apo do të realizohet, në të cilin do të merret një armë pushim i kërkuar nga Hamasi për shkak të po bëhet masakër aty, po vdesin fëmijë. Në të cilën ato kanë kërkuar. Nuk e pranoi Izraeli odhi poshtë, nuk e pranoi Izraeli. Izraeli tashti këtu do të shifet disa është ajo aleanca e fuqishme dhe ndërmjetësimi. Po kalojmë ka Ukraina, se kjo është histori tjetër. Konkretisht, po ofrohet prap një tryezë për të bashkë biseduar. Prap Amerika në këtë drejtim hodhi poshtë Vatikanin edhe për arsye fetare. Tha Vatikani nuk mund të jetë neutral për çështje historike dhe ndarjes së Ka një gjë tjetër, më dinake saq. Patyshim. Sepse Putini është i arrestueshëm nga ana e gjykatës ndërkombëtare dhe duhet zbresi në Rom dhe Roma duhet të zbatoj vendimin e gjykatës ndërkombëtare të Hagës dhe të arrestojë. Që ishte një hile politike e hedhur. Mos hajde këtu në Vatikan, se do të visë në Rom, për në Rom. Nëse do vendosë të vinte, nuk do zbatoj me siguri. Kështu thonë gjitha analizë italianë. Rusia nuk është pjesë, të kuptojmë, Rusia nuk është pjesë e... Po Rusia nuk bënë asë besim, asë për faqe në asë për ampushimi nuk bënë. Nëse Trumpi po jetë sikur është pjesë e luftës, dakor, po nuk është pjesë e kësaj luftës, që është histori tjetër kjo. Nuk është luftës në Ukrainë. Se nuk ka... Netanyahu po të kaloj në Europë duhet të arrestohet. Në mënyrë absolute jo. Pjesë e luftës. Po miratuar dy paketa me armatime dhe tashmë po ndërhyjnë në të gjitha vendet evropiane që kanë armatim, amerikan për t'ia dhënë Ukrainës. Pra po bëhet pjesë e luftës dhe po hiqet sikur është pjesë e nuk të bësh. Nuk mund të luash në këto dy porta. Jo, nuk po luan me dy porta. Putini po luan si spioni KGB-s me bllofë. Bllofë me Trumpin të lënë Putini. Bllofë me sulmaj të fuqishëm dronesh, i cili ka shkatruar po godet në paqet mos të gjitha godasin. infrastrukturat. Po s'është paqet e ka luftë, kush ka paqet? Po nuk ka pushim, nuk ka marrë diskutimet për paqe duhet unë mendoj, ore, ma zgjidhni një gjë, dakord, jo, më një minutë. Të bien dakord për disa gjëra, gjë parë. Vladimirović Putin është një burr, dikush nuk mund ta dojë, dikush e quan kriminal lufte. Haga e ka dënuar si përgjegjës për krime kundër njerëzimit, por Hamasi nuk thotë që është jo i zgjuar. Është shumë i zgjuar. Iku. Jemi dakord për të kemi konsensus. Tani një burr i zgjuar. Unë do të kuptoj pse në momentin kur ka rastin të bëhet si paqe dashës, sepse unë i ndjek mediat italiane, franceze dhe angleze sigurisht i kam bazike, por ka goxha mbështetës të cilën e shohin Rusin si viktim të perëndimit. Ka. Nuk moso një sekond. Dhe Putinit i kanë thënë që, do thënë, sipas këtyre mbështetësve të Putin, thuhet që ka që afrikanë NATO në kufi, është njësoj se të vinte Rusia në Meksik, që do bënd të Amerika, bëjnë kështu këtë lloj ekuacioni, këtë lloj algoritmi. Pra se thuash, luftën në Ukrainë e justifikojnë sepse do të krijoj një zonë garancie që mos i vi armiku para NATO në kufi. Mirë po, pasëdush një luftë e detyruar, për momentin kur hapet një spiral paqe, dhe kur Trumpi thot për të disa të njerë që kur Ukraina, dhe jo vetëm Trumpi dhe Bruxelli, zyrtar, nuk do t'jetë antare e NATO-s, atëherë kjo alibi bie. Dhe kur ka negociat për paqe, si mund të bësh ti bombardime... Bravo. Tani qaj ka ndodhur Putinit? Ka dëshmime, ka bisedime. Po shkoni më thellë. Ka shkoni më thellë. Flitet për klane, një sekund goxhaj. Flitet për klane, një më pumuj. Flitet për klane më radikale brenda që janë elitat ruse, dhe dion më ndihmo për elitat ruse, që kërkojnë në fund një përgjigje nga Putini, sepse duhet të ndaj shapi nga sheqeri, o paqe o luft, o paqe me nder, o luft me nder, dhe duket, sipas disa analizme që është në presionin
elitave radikale ruse që i kërkojnë jo paqe, sepse kemi sakrifikuar shumë, bile ka një raport që do bëjë një emision javën tjetër të Departamentit Amerikan të Shtetit, që flet për 1 milion ushtarë rusë të vrarë në këtë luftë. Hajde themi është fake news, është por ka vullën e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Pentagonit. E diskutojmë, e hedhim nerë, themi së është e vërtet. Pra, bëhet fjalë për një sakrificë shumë madhe njerëzore që dhe Rusia ka bërë. Nuk po flasim për sakrificat e Ukrainës. Apo s'është kjo në background, se mua më duket jo e zgjuar për një burr të zgjuar si Putini. Jam shumë dakord me ato që thoni ju, sepse më falni një sekond. Në këto momente t'i vinë një mbështetje Putinit për dëshirë pozitive dhe për dëshirë për të mbyllur luftën, jo mbështetje si që trajtojnë liberalet se Trump i Putinit e këto blofet që ata luajnë, por t'i vinë një dashamirësi në tavolinë dhe t'i japin një ofertë që Putini dhe Ukraina ta mëllin luftën ku të dyja palët të arrin një negociat që asnjëra mos të humbin fytyrën, dhe Trumpi bëri shumë duke e quajtur Putinin si të zgjuar, duke i hapur rrugë për marrëveshje tregtare, politike, ekonomike Rusisë, duke bërë maksimumin. Dhe kur Trumpi ban maksimumin, Putini pse ja shpërblen këtë? Nëse është rasti i Goxhait, ajo që tha me Deep State-in, atëherë është pikpyetje se është e vërtetë që liberalët përsëri luajnë në skena të nyta politike, indirekte, që ta pengojnë këtë paqe, sepse janë po liberalët, po liderët e dopt, ata që e filluan këtë luftë. Dhe për fillimin e luftës, unë atë sa fajsoj Putinin, fajsoj dhe Ukrainën, fajsoj më shumë Bidenin dhe agendën e tij. Dhe Bidenin dhe agendën, po tani Putini duhet të reagonte ndryshe. Tani Putini kishte një shans të ardhë dhe vazhdon të ketë të shans të ardhë dhe duhet si një njeri i zgjuar të ullet. Shansi i pushimit në një luftë të tillë është gjithmonë prezent. Ose cili shans? Rusia e ka marrë një pjesë të mirë të territorit që kërkon dhe po shkon për te. Dhe pastaj detajet i zgjidhin vetë se në një marrëveshje e kuptoj. Pastaj diskutojmë. Ka çuar koha atë ekipin për biseduar. Po diskutojmë Edhe në 2022. Ne po diskutojmë për luftën në prismin moral tashmë. Po ajo lufta nuk është çështje morale. Dhe Lavrovi e tha që do bëjmë një memorandum. Ne do të dërgojmë një memorandum. Lafin tash se ta bëjmë radhë. Po. Kolonel. Problemi zhej është që nëse do i referohemi pak para bisedës telefonike të presidentit Trump me presidentin Putin, presidenti Putin dha një intervistë dhe tha që ne kemi interesat tona kombëtare. Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të respektojnë interesat tona kombëtare. Ne respektojmë interesat kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Tashmë, sipas Putinit, nuk janë drejt përmbushjes interesat kombëtare, por nuk janë përmbushur. Kështu që lufta ne nuk mund të diskutojmë që pse u tërhoq, pse nuk tërhiqet, pse nuk e shfryzon këtë moment Putini. Putini nuk ka arrit qëllimet për cilit ka hyrë kësaj lufte. Putini do ta vazhdojë dhe po të shohim në thelb edhe bisedimet ka Goxha ka thënë disa herë që Putini nuk ka patur kur qëllim të pushtojë gjithë Ukrainën. Oblastet që ka dashur t'i marri, që janë Rusi i mori. Po dhe një qeveri pro-ruse. Edhe një qeveri pro-ruse. Po hap frontierën në Sumi. Qeveri pro-somore gjithë Ukrainën. Ju lutem. Pra edhe koncepti rus për paqen është jo armëpushim, por luftë dhe pastaj armëpushim. Pra, pastaj paqja do vi më mrapa, pra duhet një marrëveshje, e cila mund të jetë marrëveshja është kapitullimi i Ukrainës. Nuk ka marrëveshje tjetër në konceptin e kjo çon drejt i lufte pa fund, se pastaj mund të ketë rrezik lufte. Ai është problemi. Drejta asaj lufte po. Ai do të arrijë ato që don. Nëse ai nuk i arrin, nuk do ketë ai do përpolitet në këtë jo paqe jo luftë, por nuk ka shumë e thjeshtë. Ai do arrijë interesat e veta të sigurisë kombëtare. Ka marrë fund ajo punë. Ai gjithë këto biseda me Trumpin do t'i shfrytëzojë dhe Trumpi në një farë mënyre ka rënë në kurthin e tij. Në mënyrë absolute s'bjen kurthin e kujt Trumpi. Ishin gjithë kundër Trumpit dhe gjithë i bën kurthar dhe ranë gjithë në kurthën e Trumpit. Jo po e quajnë për nivel tjetër. Unë di jo shoqi që do të jetë domosdoshmë e Trumpit se është konservator dhe ajo do dominojë. Dakor, por mos e kaloj. Ne po bëjmë analizë politike, nuk po shprehim dashurinë
as për Trumpin, as jo, për Putinin. s'ka dashuri, Ne flasim bëjmë me analiza. fakte. Oferta që i bën Putini për të vajtur atje nuk është ofertë në interesin e Putinit për të vajtur për të ulur atje. Është shumë e thjeshtë. E gjitha ofertat që po luhet që ne i bëmë ofertë këtij, ai s'është në pozitë keqe, as në terren, as diplomatikisht, Ai thotë unë as po fitoj politikisht. luftën. Pse do të rriqem? Pse do të bëj paqe? Pa arritur ato që dua. Kjo që po ofron gjithë perëndimi, po thotë ne po i ofrojmë atij një shans. Shansi s'po i ofrohet, po i ofrohet perëndimit që kur të ulet Putini thonë ja ne detyruam atë të ulet sepse ai është i dobët. Pra pse Si duhet bërë afron në këtë mënyrë Megjithatë, Trumpi ja ka afruar Trumpi në s'ofron të mënyrën më mënyrë njerëzore. Trumpi është dhe Njerëzore, mirë se ka i këtyre njerëzore, gjërave. është totalisht Totalisht, ai e uli të nuk e quajti as krimi me lufte, nuk e quajti si Duhet të kaloj Trumpi ekonomike, se këtu lidhet e gjithë po se teoria. e ka të kaloj thënë Marksi që ishte idealist publicitetin, ekonomia për cakto por politiken, ju- por këtu ju- ju fjalë, ofru sipas asaj ju të Trumpi heq është vetëm që për marksist. reflektim për Trumpi minutazhin s'është marksist, në rrjetë. konservator, jo, Edhe Marksi parimisht Që Trumpi është marksisti më i madh. Ja, mos e Se mirë ngatro. humanist po na do. Okej, për te batudave, sepse juftoj zotërin që të ndegëm atë trendin që tha zotëri Shala, po bëjmë analiza geopolitike, juftoj vetëm një gjë për minutazhin e vijim pasi të kaloj publicitetin, të reflektoni për diçka, sepse kur Trumpi përdor termin is crazy, është i çmendur, do thotë që ai po thyen poçën ose po thyen sferën e kristalit apo skeptrin që geopolitika e madhe, pra nga njëra anë Trumpi, nga ana tjetër mbështetja që i ka dhënë presidenti kinez, po i jep që ky tani të qaset perëndimit në një formë të re. Dhe është një oportunitet, të cilin ky po e thyen. Dhe ai thotë, "Ore, je i çmendur, si nuk luhet, nuk është lodër kjo." ka luajtur kush më parë Putini. Solem, Si më ka thënë që luajtur minutazhin që vjen, të përqendrohemi ke kjo. Po e thyen, është i çmendur, janë klane radikale që po e mbajnë në presion apo jo. Megjithatë, EHV, Optika Luani, publicitet dhe këthejmë.